Mbas Biblës, ky është libri i dytë i rekomanduar nga presidenti i Amerikës Donald Trump. Kur e kanë pyetur presidentin e Amerikës se çfarë librash na rekomandon apo cilët janë ato libra që atij ja kanë ndryshuar jetën, ai ka thënë që mbas Biblës libri i dytë është Fuqia e mendimit pozitiv, pra në dy vëllimet të autorit Norman Peale, një ndër motivuesit më të mëdhenj amerikan, sepse Donald Trump thotë fuqia e pozitivitetit apo e mendimit pozitiv është një ndër armët më të forta për sa i përket rrugës së qëndrueshmërisë dhe rritjes së sigurt të suksesshme në jetë. Kështu që edhe ju, nëse doni mendim pozitiv, një jetë pozitive dhe të bëni të suksesshëm, lini këto dy libra nga autori Norman Peale. Pra është një libër, Fuqia e mendimit pozitiv, por në dy vëllime. Porositeni tek rafti magjik.